koncepti i të letës, koncepti i lehtësisë, koncepti i parimit për të lehtësuar gjonat është bukuri. Ideja për të shkuar ka ehleta është bukuri. Ideja për të bëni diçka sa më të përshtatshme dhe sa më të lehtë është bukuri. Dhe kjo bukuri jo vetëm që nuk i mungon fesë Allah subhanahu wa taala. Përkundrazi është shumë i theksuar si koncept, është shumë i theksuar si vlerë, por edhe si parim i përgjithshëm i fesë Allah subhanahu wa taala. Këni momentin saktësisht jemi duke folur për lehtësimin dhe jo për shpërfilljen. Ndoshta shumë njerëz fetë të tjera u duken më të lehta. Mirë po ato nuk janë lehtësi, ato janë shpërfillje. Do thotë kur një fe nuk ka kufi, kur një fe nuk ka norma, kur një fe nuk ka ligje, kur një fe nuk e ka një rrugë të saktë dhe sigurt të shkuaris deri tek Zoti, në këtë rast nuk është fe e lehtë, është koncept shpërfillës, është dogmë shpërfillje. Saktësisht njerëzit e mençur nuk i ikin rregullit, njerëzit e mençur nuk besojnë në kaos, njerëzit e mençur nuk besojnë në mungesë të normës edhe të rendit. Njerëzit e mençur konsiderojnë që duhet ta gjejmë të lehtën përmbrana rendit, ose të përpiqemi me bë më të lehtën përmbrana normës. Kështu që Islami është normë, Islami është rregull, Islami është ligj. Mirëpo ky ligj dhe kjo normativ dhe ky sistem është i lehtë, është i aplikueshëm, është i përshtatshëm. Mirëpo për herë duke mos të përjashtuar nga mundësia për të qenë rob i vërtetë i Allahut subhanahu wa taala. Islami është fe me plot rregulla, mirëpo megjithatë krejtu rregulla, jo që ngarkojnë, po të bojnë përmjetu sa ma letë si qytetari mirë. Islami për plot rregulla, mirë po të ndihmojnë këto rregulla për të gjetur veten sa ma letë në një shoqni, dhe rrjedhimisht normat e Islamit nuk janë ngarkesë që bien ndesh me konceptin e lehtësisë, mirë po do thotë krijon një kulturë që respektimi i normave dhe i ligjeve, edhe i kulturave, po edhe do thotë i etikës së përgjithshme, përbën do thotë një lehtësim për jetësimin e fetarisë, po edhe të jetës në përgjithësi. Dhe rrjedhimisht mëshira, drejtësia, po edhe lehtësia bëjnë atë çka e përmendën në hyrje, që Islami të jetë i aplikueshëm.